Kam një këngë për të kënduar, kam një dert për të vajtuar, një sëmundje pa shëruar, e qysh nga shekujt e kaluar. Në Vlorë është përkujtuar këtë të shtunë 29 vjetori i tragjedisë së Otrantos, një prej ngjarjeve më të rënda në historinë e vendit, ku humbën jetën 81 persona. Familjarë të viktimave, përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror, si dhe qytetarë të shumt, u mblodhën pranë Bregdetit për të nderuar kujtimin atyre që humbën jetën në këtë tragjedi. Me iniciativën e ministres së shtetit për marrëdhëniet me parlamentin dhe deputetes së qarkut të Vlorës Eriona Ismaili, u zhvillua ceremonia e rastit, ndërsa 81 karriget e vendosura Buzdetit simbolizuan jetët e ndërprera. Ceremonia nisi me një marshim në këmbë në pjesën e shëndetores lungomare. Emocionues ishte hedhja e luleve në det, që shërbeu si një omazh i heshtur për viktimat. 41 vjeç, Besmir Birçe, 9 vjeç, Fatos Kaja, 22 vjeç, Teferi Sari, 48 vjeç, Robert Barlami, 19 vjeç, Miklovan Troqe, 17 vjeç. Ministri e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Eriona Ismaili theksoi se kjo është një plagë që vijon të dhemë për qytetin, por sipas saj, haresa është edhe më e rëndë se vetë ngjarja. Ajo nënvizoi rëndësinë e përkujtimit të përvitshëm si një mënyrë për të mos lejuar që tragjedi të tilla të mos përsëriten më në të ardhmen. Së pari, më lejoni të falenderoj gjithë familjarët që më dhanë mua mundësinë për të bashkuar dhimbjes së tyre sot në një ceremoni përkujtimore për të 81 viktimat e tragjedisë së Otrantos. Unë kam qenë shumë e vogël atëherë, por besoj se për këdo të madhe të vogël, kjo tragjedi ka lënë një shenjë që sa do vite të kalojnë nuk mund as të zhbohet, as të zbehet. Kur kam dërguar ftesat tek gjithë qytetarët, aq sa ka mundur, më kanë ardhur 2 mesazhe. E para, që thoshte se secili prej tyre njite të mbytur, viktima, dhe se dhe si kur gjithë qielli të gjëmonte të binte në shi, ata gjithsesi do vinin sot. Mirë po koha u hap, sepse mbase shpirti i tyre donte t'u jepte gjithëve ju dhe ne një mesazh që ne do t'i përkujtojmë çdo vit ata dhe mungesën e tyre, siç ata ndoshta më shumë se kushdo e meriton me dashuri. Prandaj sot janë 81 karrige bosh, një vend që nuk mundet dot ta mbush asgjë dhe askush. Unë e di që të gjithë ne biem dakord vetëm në një gjë, që kur të mirat i ndajmë me njëri tjetrin bëhen më të mëdha, ndërsa dhimbjen kur e ndajmë me njëri tjetrin na lehtëson sadopak. Kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini e cilësoi këtë ceremoni si një moment reflektimi. Besoj që duke ecur ne dëgjuam emrat e 81 viktimave që ishin nga 3 muajsh dhe vazhdonin përsëriteshin. Dhe duke ecur, dhimbja eci bashkë me ne. Është një dhimbje që ky qytet do ta ketë në breza dhe jeton me ne, sepse gjithmonë do të jetë e vështirë të flasësh për tragjedinë e Otrantos dhe dhimbja nuk do të largohet asnjëherë. Një kohë e vështirë për qytetin dhe për vendin, sidomos për Vlorën, ajo kohë ku njerëzit pan shpresë largimin dhe pan nëpërmjet këtij deti që çuditërisht si burim force dhe energjie për qytetin të kthehesh në një varr të heshtur. Dhe ne pa diskutim
do t'i kujtojmë nëpërmjet këtyre datave dhe jo vetëm nëpërmjet këtyre datave të gjithë ata, sepse harresa do t'ishte një vdekje e dytë për të gjithë. Ne do të kujtojmë dhimbjen që na lan pas, kujtimin e tyre dhe historinë e qytetit, të paharuar qofshin. E pranishme në ceremoni ishte edhe zëvendës ministrja për Europën dhe punët e jashtme, Megi Fino. Të nderuar familjarë të viktimave, të nderuar të pranishëm, sot jemi mbledhur me zemër të rënduar për përkujtuar 29 vjetorin e tragjedisë Otrantos, një nga plagët më të dhimbshme në historinë e tranzicionit tonë. Nuk është thjesht një datë në kalendar, është një kujtesë e gjallë e jetëve të humbura, e ëndrave të ndërprera dhe e familjeve që mbajnë ende në shpirt peshën e një dhimbje që koha nuk e shuan dot. Në atë ditë e errët marsi në detin që duhet ishte shpresë, u shua një pjesë e shpirtit ton kombëtar. 29 vite më pas, ne nuk jemi këtu vetëm për të kujtuar një tragjedi, jemi këtu për të nderuar njerëzit, gratë, burrat, fëmijët, që për fajt të një politike të mbrapshtu detyruan të kërkonin një jetë më të mirë, të niseshin me shpresë dhe u përballën me fatin më tragjik. Ata nuk janë numra në histori, ata janë histori, janë emra, janë pjesë e pandashme kujtesës son kolektive. Dhimbja e tragjedisë së Otrantos është një dhimbje që duhet na mbushë me ndërgjegjësimin e duhur që tragjedi të tilla tronditse t'i përkasin vetëm të kaluarës. Është një thirrje për reflektim, për të mos harruar kurrë se sa e shtrenjtë është jeta, se sa i rëndësishëm është dinjiteti njerëzor dhe se sa e përgjegjshme dhe sa pranë njerëzve duhet jetë politika. Është një kujtesë se përtej kufive dhe dallimeve, njerëzimi duhet jetë gjithmonë në qendër të çdo vendimi. Sot, ndërsa përulemi me respekt para kujtimit viktimave, ne kemi edhe një detyrë tjetër, të mësojmë nga e kaluara, të ndërtojmë një të ardhme ku tragjeditë tilla të mos përsëriten më, një të ardhme ku çdo qytetar ndihet i sigurt, ku shpresa nuk shndrohet në tragjedi. Ne kemi përgjegjësinë të mbajmë gjallë kujtimin e atyre që humbën jetën, jo vetëm me fjalë, por edhe me vepra, duke ndërtuar institucione më të forta, duke promovuar solidaritetin dhe duke garantuar që historia të mos harrohet. Më 28 mars 1997, anija shqiptare me 142 persona në bord u përmbys nga anija italiane Sibila në kanalin e Otrantos, ku humbën jetën 81 persona, të cilët shpresonin se do të krijonin një jetë më të mirë në Itali pas trazirave në vendin tonë.